e dhimbshme, tepër është e dhimbshme kjo situatë. Besoj që tonë e keni pa këtë videon që ka qarkulluar ditëve të fundit në rrjetet sociale, se qysh dy vajza moshatare e dhunojnë këtë vajzën duke e rrahur në mënyrë brutale. Por pas publikimeve, këto dhunusët shpërndajnë edhe video tjera për ta poshtruar viktimën. Që une pse po ju them nuk bën mja ulon telefonin fëmijëve t'juve. Po ashtu e kam edhe një lutje për juve prindit. Jam bira e fundit e kavallit për këtë pjesë, po s'po moj pa fol. A moni ju koft nëse e dini që s'moni kujdesni për fëmijë, as nuk mëni me eduku fëmijët e juve. Mos i bëni hiç, sepse do më thonë familja e kësajna nuk e kanë mba këtë qikën që mu quë për shembull vajza tira me rrep, ose me dhunu që besa, se videon besoj e keni pa çfarë dhune i bojnë. Prandaj, kujdesnu për fëmijët e juve, sepse peshini vetë që ka orë një kush shumë e keqe. Prandaj, unë s'ku më nalë të postu video rreth çështjes që m'ja u hiq telefonin fëmijëve t'juve. Ama unë ju kohë mos ja u leni, sepse a peshini që vjen deri te kjo e keqja. Sepse që kjo gjenerata e re me qëta telefona që shto jenë të ro dita ditës, do më thonë non-stop po bohen ma keq e ma keq. Prandaj, kushtën ju kohë fëmijëve t'juve, leni kejt senet anash, kujdesnu edhe edukoni fëmijët e juve që as mos me shoh kërkën, as mos më rrej me kërkën, edukoni veç në rrugën e hajrit.